Hey guys, përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Po e hap kështu këtë vlogun shpejt e shpejt, se sot sa kam postuar njërin, do të ishte postuar një 3 ditë më përpara, por që nuk më shkarkoj. Edhe u detyrova që ta postoja çik me vonesë. Por gjithsesi, hapim videon e re në kanalin tim. Sepse sot Amarilis ka një koncert tjetër. Dhe do shkojnë të këntojnë. Dhe tani për momenti janë veshur, janë bërë gati, siç e shikoni, klasike. Edhe do shkoj të marr një shoqen e Amarilisit, njërën e ka këtu, do shkoj të marr edhe tjetrën dhe do vi në shtëpi dhe do nisemi. Do vim prindrit e mi, prindrit e Amarildos, hallat e mia, kushurirat e gjitha të Amarilisit. Edhe të kënaqemi. Luku im është ky. Më pëlqen shumë. Nisemi tani, më lini një koment si ju dukem, se mua më pëlqen shumë si janë veshur. Kur të vi shtëpi kam mbaruar akoma me gjërat e Arlit. Edhe sapo kam mbaruar edhe një set ta Marli që kam shumë punë dhe faleminderit të Zot një mirë. Kam tepër punë. Faleminderit për besimin goca dhe let's go, se erdhat makina. Hey guys, ne tani sa erdhëm dhe këtu janë shoqjet e Amit, Cilda dhe Simona. Aty është Ami. Sa erdhëm, këtu është Arlusi. Tani do shkojmë. Jeni gati? Po. Bravo. Abbracciamoci. Ok, vai. Andiamo. Eccolo. Eccolo. Ci siamo, Dada? No, ha detto si siamo. Oj bukur. O Simo, kape që Karlin. Arli. Vieni Arli, andiamo. Andiamo subito. Sa po kemi ardhur te vendi, ky është palku ku do këndojnë Amarilisi dhe vendi është kështu. Do i bësh bravo ti Dadas? Arli, do i bësh bravo Dadas, do të lozësh me topti me atë bimbën e? Oh guys. Skin. Kemi ardhur Amarilis. Arli. Kanë ata të vjen ata personat. Ma shikoni me file. O Ami. Ami. Thoni po teshe që së shi bukur, thoni. Come lo sapevo? Io lo sapevo. Hey guys, si që shikoni, jemi në shtëpi. Edhe Arlusi tu, polos me makinën që i blevi gjyshi nga ana babit. Ja makina. Edhe tani do i bëjmë çik papen Arli, dojmë papen erdhëm sepse Arli në zuri gjume, po pastaj u zgjua prap makinë, por gjithsesi Ami këndovi dhe duhet i kemi. Tani Amarildo po më bën 2 kafe, një muaj një për vete ta pim këtu për jashtë. Amarili polos me shoqet e veta lart e dhoma. Hey guys, ja ku jam, u ndrova se kisha ftohtë, edhe tani po çoj goca tek shtëpia, do çoj Simonën, do çoj Arsilden, edhe do shkoj takoj pa Kamilën që t'i çoj kremin se e mbarovi, dhe do t'i çoj kremin edhe një shoqes time të ngushtë,
e vetë një shoqe e ngushtë që kam pas një jetën time që e du shumë fort, quhet Lela, dhe edhe vetë t'ja çaj. Hi guys. Hey guys. Mirëmbrëma. Baba Marildo. Mirëmbrëma. Hi guys. Fol çik ti tani çfarë po bën? Qa bëjë dhe në fshatë? S'me është bërë vesk kjo thani e plere. Po, ndryshova. Po. Ndryshova se po vjen Beari. Oli, na shelbe për atë zot. Mami pio. Ti. Prito jeta ime prit. I mirë je, po ajo era s'është e mirë. Mami pio. Po kur të thot mami basta. Piloti. Piloti. Të të kërë mine. O zot ma Apo vjen, është o e jeta, i që çik të ngjitskën këtu. Mos e shtyp me atë, thash dhe mirë. Na shelbi për atë zot. Okej. Mi unë dhe qaj. Njerëz, po bëjmë një super ordinim që na erdhi sot mas dite. Se ishim tek festivali Amarilis i sot prap këndovi. Edhe si fillim po i fusim kështu, por paketimin do ta bëjmë ndryshe. Se skuza ti? E bëshë se unë byte. Vedi, Se Ali. ka mami këmë. Mos e prekte se ka mami. E shënë se unë byte, dalë të hapin bëgë tjerë. I të hapin bëgë tjerë. Mos e shtyp me atë se është pisa. Mi? Mos e shtyp me atë, për favor. Po veramente, Okej. Në gjithë dhe këte o jeta, unë të në gjithë këte. Ja të njësim babi këte dhe do të majnë babi të kam. Mi? Të njësim babi këte dhe do të Ue, na hyri në stomak. njësim babi këte gjërë këtu. Të etiketën, dhe do të majnë babi të kam. Sim. Të në zerat. Që do që një? Zerat. Që janë gjërë? Të zerat. Të pap. Orli, ku i ke çorapet ti? Mami si lopet të unë. I ka rënë qërë, i ka rënë macje. Ja, ku i ke aty? Shiko, Macje, shiko ku i ke çorapet? Atje. Në. Qysh në në? Njerëz, Amarilis ka ndejtur na prindit e Amarildës. Ka shpit. Mjete. Edhe ne të tre jemi këtu, të shtëpia. E ngëm buk, tani po zihemi. Kapimacja mia. Ardi ka shtypur një deodorant të Amarildës, për është aq i fort, sa që me një shtypje e duron gjithë ditën. Imagjino aq sa shtypje Arli. Non riesco a dirvelo. Që ndodh. Qëro? Ama, I me biberonin në tavolina. dhajle këtu pastat e Me mami. të tavolina dhe dhe këte. Ti. Dam. Me e për ti. I bërë atë gjitha. Kënë ti dhe. Orli. Hajtu. Okej, unë tani të vazhdoj për... Unë ti... Vash. Vash. Sa u prema. Vash. Trallallero, trallalla, trallallero, trallalla. Më thash se të punoja vetëm ditën në njerës, po më futën punë në natën. Qa dhe? Që të bëjmë gruaja pa burrin? Thash të beja vetëm 8 orarë. Ne kemi thënë të punojmë, po e të vdesim, mërë. O të që jo këtu... Qa dhe këtu tyre? Asaj. Jo. Pastaj t'jep mami, ik me një gotë vogël, ik me një gotë tjetër. Dhe mami. Hej, mami. Papi. Edhe ki. Me le lode.
Te. Jo, po se këte jo. Ti nuk është për ty. Mami. E, Mele. që të marrë? O, jo, Arli. Te e loder. Qa është ki? Do të mi te. Jo, ato nuk ato janë gjatë e mami. Ti ke merë makinën që të levi gjyshi dhe ato. O, zeri ti. Pilo. Jo, çuni do ikin të marrin atëre, gotë që t'i jedhin mamin qit Red Bull. Që do t'i rëtë bullë? A si? E hi, e? Qa? Qa është? Te doti. Do goti? Ajo bërë. Te babi. Mami. Ja, me. Ik që këte, ik mo nunuce, ik o nunuce. It që tu, it. Mami. 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 Mami na. Prit shpirt se do numëroj mami pikat këtu. Grazie, mami. Grazie. Grazie a ti. Grazie. Grazie, do e shumë, i theti mami. I kepin gotë të vogël që unë i t'japin mami që Red Bull që unë i. Dhe kush e ka Red Bullit? Ku është Red Bullit? E kam unë këto. E kete ty? Hajde, t'japim mami. Mami. Shpirti jem. Li do tuni. Mori gotë që unë i. Da. Tani do, thoj babit veshin qërapet. No. Nuk t'jap Red Bull unë, e? Nuk t'jap me Red Bull, po nuk veshe qërapet. O burri! Mami. Leqe lere se e kam këto. O mami. Në shpirt. Te dolis. Do te te He, te he. te nua. Më do shumë. Më do shumë. Si. Edhe mami do shumë. Mami te las. Tadëm. Meri qik qërapet vend t'i veshin babi. Meri qik qërapet. Te babi. Mami, jo babi. Mami ja. E, Mami. e. Mama. Mama, e, jo. Mama. E, Mama. si e. Mama, Në është dinak është. Të kemi anti-age ancora dhe të përdorim të njëjtat fragranca. Sa dinak që është, ha? Hajde veshi qërapet çunit tët, që t'i japun prap Red Bull. Se kur I thash unë thishim, në.
E më jetë. Vini baba. Hey guys! Shpresoj që të dukem se jam këtu. Dhe kam vesh një palë gjingse këtë crop topin. Më në fund të arrita që të dobësojmë sa dua me mufset e mia. Edhe kam marrë një pauza nga stërvitja, dhe filloj muajin tjetër. Arli jo, ti mamë se më rëzën telefonin. Dhe thosha që po bie shi dhe mua më erdhi një nga porosit që kisha bërë në Amazon për punën time dhe sot do mbaroj një nga setet. Edhe po do t'i marr me vete disa fragmente, gjithashtu do bëj edhe një live. Por dola çik këtu jashtë sepse po bie shi dhe unë vdes për kohën me shi, sidomos shirat e Bearit. Shumë, për më mbaroj. Do t'ju them dhe që jam nxirr shumë, nuk e di sa dukem, kam marrë një ngjyrë çokoladë në krahët dhe në fytyra. Sa që tani jam kundra dritës dhe sigurisht nuk do shikoni mirë, por që doja t'i përshëndesja, sapo kam bërë edhe një dush, do t'i trupë flokët, mi arritur te i mase shumë, flokët e mirë, mashallah, edhe po, i ka tani, ja dhe fytyra, s'kam vënë akoma asnjë gjë sa kam bërë dush. Puçi. Ehi, qua ci sono le ragazze che giocano nel garage e Arli che gli dà fastidio. Arli, che si fa? Dai un bacino. Njerëz, sa po kam bërë një skincare me setin tim Marli, jam mu në mes të diellit dhe pa pikën e filtrave. Jam këtu në garazh se po lozin fëmijët edhe më thoni ju nëse po ju gënjej apo jo. Kjo është fytyra ime pa filtra. Jam shumë e lumtur. Tani të fillojmë një se ky dielli të bën kështu si traur kokës. Edhe fëmijët lozin këtu, unë jam këtu duke para Arli se herën e fundit nuk ja u kam treguar njerëz, por mendoj se duhet ja tregoj se tani është mirë. Të premte në darket, shkoj bëj shpenzim, domethënë darket. Të shtunën në mëngjes, shkoj për të bërë shpenzime, e lë Amarildon me fëmijët. Amarilis, e lë Amarildon me fëmijët. Edhe kur kthehem, gjej Arlin të mbuluar me gjak, sepse ishte rrëzuar nga bicikleta dhe kishte çar buzën nga brenda jashtë, ishte dhëmi që kishte futur nga brenda jashtë. Domethënë një tmerr i vërtet siç ma tregoi Amarildo, se unë nuk isha aty, thjesht vetëm kur erdha e gjeta të mbuluar me gjak. Triko, buza etj me radhë. Nuk di si ta shpjegoj se si jam ndjerë, shumë keq. Çdo nën do ndiheshe ashtu po shikon te fëmijë vet sepse nuk di akoma çka kishte ndodhur, thjesht e pash me gjak. Edhe tani është mirë, vetëm pak shenjë ka, por që jam tremur te mase shumë dhe o zot. Të ndjell tregoj pak se i ka ngelur çik shenjë, shpresoj që ti ikin e gjitha, por që Okej, njerëz, ja kush buza që është vrarë Arli, duket pak tani, por e keqja është na brenda. Ka na brenda të keqen. Jemi këtu. Po në pasazh mister. Atëherë njerëz, përshëndetje, kemi të Amarildon dhe Alketën dhe Kamilën. Për gjithë ata që nuk besojnë për aknet e Kamilës, ja njerëz, kanë ikur aknet. E shikoni? Shikoni? Kanë ikur aknet, që kështu besoni, nuk është se gënjej. Shikoni? Kami çfarë vote jep punatës? 7+. 10 più. 10 plus. 7 gjysmë. 10 plus. Trego çik eksperiencën tënde?
Në fillim isha pak emocionuar sepse nuk e dija se do vinte kremi o do pregjëroj sa. Po tallet. Ne tani sa kemi ardhur dhe Nga bleva Greqia. No, bleva pastë dhëmbësh. Jam shumë e kënaqur njerëz. Allora, posso? Dhe tani ka mbaruar kremin e parë dhe po vazhdon të dytin. Du shumë. U këput.